Po, Luiz, ke menduar ndonjëherë stop deri këtu, ndoshta ngarkesa emocionale, pika kur ti arrite në karrierë që pak e goxha sukses, edhe viti kur ka qenë? Që, unë shpesher gjithë rrugtimin tim ka menduar që të tërhiqem. Ka qenë shumë i vështirë. Ka qenë i vështirë sepse mbështetja ka qenë pothuajse inekzistente. Kushtet kanë qenë shumë vështira. Ne nuk është se, po themi, trajtoheshin nga klubi. Unë maj mend që në atë kohë merra vetëm 12.000 lekë të reja dhe ti çfarë do të bëje, sepse një sportist që ti pretendosh të arrish në nivele ndërkombëtare, ti duhet të jesh pak a shumë e barabartë, le të themi në trajtim, në trajnimet kampet e stërvitjes që ti do të kryesh, dhe unë kisha një mbështetje pothuajse zero, dhe shpeshherë thoja që okay, a ja vlen gjithë kjo sakrificë, sepse prindër duhet punonin, po them ekstra vetëm për mua. Dhe shpeshherë mendoja të tërhiqem, pavarësisht pastaj thash, okay, të mundojnë pak fort, sepse ndoshta gjërat ndryshojnë, të sjell medalje, sepse shikoja që kisha mundësi dhe rezultatet po vinin gjithkohës dhe në rritje, por shumë herë jam zhgënjur, po të themi, në vitin 2016, kur unë kam dalë e dyta në Europë, pikërisht në atë vit, i vetmi stadium që ne kishim për stërvitje që Majstafe, që quhen atë kohë, u prish. Dhe thoya çfarë mund të arrijun më shumë se kaq dhe që gjërat të ndryshojnë. Aty pasova një zhgënjim shumë të madh, edhe tek po bisedoj me trajnerin tim, i tha, Luiza, shikon, ne këtij rrugtimi jemi futur vetëm edhe pa pritur nga askund. Mendoj që tani është pikërisht momenti që ne të bindemi që ose do ta vazhdojmë këtë rrugtim për të parë ku mund të arrijmë me këto sakrifica që ne po bëjmë, ose të tërhiqemi, dhe sigurisht që dëshira ishte shumë e madhe për të parë veten që ku mund ta kem këtë limitin. Por, mendoj që ai vit më bëri edhe më të fortë, sepse pikërisht ishte viti që unë u fokusova vetëm tek stërvitja dhe nuk kisha më këto pritshmëritë që gjërat të ndryshojnë. U binda që gjërat ndoshta nuk do ndryshojnë kurrë, sepse kur unë isha e vetmja shqiptare në gjithë historinë e atletikës që arrita të marrë një medalje argjendi në një kampionat evropian, deri në atë moment askush nuk kishte arritur të futej edhe në finale dhe gjërat nuk ndryshuan. Kështu që ai ishte pikërisht momenti që fillova duke bërë edhe rezultate edhe më të mëdha, që pastaj erdhi kampione mesdheu, më pas erdhi mas 4 vitesh që bëhen lojrat mesdhetare, kampionat përsëri mesdheu dhe rekord mesdheu, erdhi pastaj sigurisht që është ambitor ishte viti 2022, sepse unë kisha mbar plot, unë kam 23 medalje të arta ballkanike, kam 3 argjendi, 3 medalje mesdhetare, 2 europiane, 5 në botë, finaliste olimpike, 3 olimpiada, kështu që